E dihe që një bebe lind me rreth 300 kocka? Një i rritur ka vetëm 206. Me kalimin e kohës, disa kocka bashkohen, prandaj trupi i bebes është më fleksibel dhe më i butë. Në javët e para, bebat nuk i shohin të gjitha ngjyrat. Ata dallojnë më mirë kontrastet si bardh dhe zi. Ngjyrat e forta si e kuqja fillojnë t'i dallojnë më vonë. Bebat e njohin zërin e nënës që para lindjes, që në bark ata dëgjojnë dhe reagojnë ndaj tingujve. Prandaj zëri i nënës i qetëson menjëherë pas lindjes. Shpesh bebat buzëqeshin gjatë gjumit. Kjo ndodh që në javët e para. Nuk do të thotë gjithmonë që po ndërojnë. Është një refleks natyral i trupit të tyre. Nëse vendos gishtin në dorën e një bebeje, ajo do ta kap fort menjëherë. Ky quhet refleksi i kapjes. Është një instinkt i lindur. Truri i bebes rritet jashtëzakonisht shpejt. Deri në moshën 3 vjeç, ai arrin rreth 80% të matësisë së një të rrituri. Prandaj vitet e para janë kaq të rëndësishme.